Spektakli Albania's Got Talent vijon rrugëtimin e netëve gjysmë finale sonte në mbrëmje vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus. Pas një puntate të jashtëzakonshme të hënën e kaluar, ku talentet e përzgjedhur nga juria gjatë audicioneve sollën interpretime të paparashikueshme, sot priten të tjera performanca befasuese. Klarinetisti Erdenaj Sali dhe grupi Future Steps i vërtetuan edhe një herë jurisë që pote marra prej tyre ishin plotësisht të merituara. Këto të fundit po ashtu u bën finalistët e parë të përzgjedhur nga netët gjysmë finale për të vijuar konkurimin drejt finales së madhe. Future Steps! Këngëtar, balerin, akrobat dhe artistë zhanereve të ndryshme do të sfidojnë veten dhe njëri tjetrin me një synim të vetëm, kualifikimi në finalen e Albania's Got Talent. Çdo performancë do të vlerësohet me kujdes, ndërsa emocionet dhe tensioni do të rriten nga minuta në minutë, pasi vetëm 2 prej konkurrentëve të mbrëmjes do të kenë mundësi të shkojnë në finale. I kthyer tashmë në programin e të gjithë familjes, ky prodhim i Vision Plus do të vijojë të mbajtë mbërthyer përpara ekranit si çdo të hënë në orën 21. Ndaj, mos e humbisni sonte në mbrëmje gjysmë finalen e dytë për të mësuar se cilët prej konkurrentëve do të vijojnë garën.